Giganti i naftës ruse, Lukoil, do t'ja shesë asetet e saj të huaja kompanisë amerikane të investimeve Carlyle Group. Nënshkruan një marrëveshje me kompaninë amerikane për shitjen e Lukoil International, tha prodhuesi i dytë më i madh i naftës në Rusi. Marrëveshja përjashton asetet në Kazakistan dhe ende kërkon miratimin e thesarit amerikan, bëri me dije Lukoil, duke shtuar se ishte ende duke negociuar me investitorë të tjerë. Shtetet e Bashkuara fillimisht i kishin dhënë kompanisë një muaj kohë për të shitur aksionet, por më pas e zgjatën gradualisht atë afat. Në fund të tetorit të vitit të kaluar, me qëllim që të ushtronin presion mbi financat shtetërore të Rusisë, Washingtoni shtoi dy prodhuesit më të mëdhenj të naftës në Moskë, Lukoil dhe Rosneft, në listën e zezë të subjekteve të sanksionuara. Sipas bursës së Moskës, aksionet e Lukoil u rritën me 3.5% pas këtij lajmi. Asetet e mëdha të huaja të firmës përfshin aksione në fusha nafte dhe rafineri në të gjithë globin, ku përfshihet Iraku, Azerbajxhani, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Nigeria dhe Meksika. Ekonomia ruse ka qenë në vështirësi, ndërsa bara financiare e sulmit gati 4 vjeçar ndaj Ukrainës dhe sanksionet perëndimore që pasuan pushtimin kanë rritur inflacionin dhe kanë penguar rritjen ekonomike. Në vitin 2025 të ardhurat e Moskës nga nafta dhe gazi, të cilat sigurojnë afërsisht 1/4 të ardhurave të buxhetit të shtetit dhe ndihmojnë në financimin e sulmeve ndaj Ukrainës, ranë në nivelin më të ulët 5 vjeçar. Marrëveshja e njoftuar nga të dyja kompanitë të njëjta vjen në një kohë kur negociatorët rus, ukrainas dhe amerikan po përpiqen të arrijnë një pakt për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë.